Tja flitet për një ndërprerje të procesit të integrimit nga Bashkimi Evropian. A keni ndonjë informacion? Desada të përshtes përzemërsisht, ajo çka unë kam disa qeveri kryesore në Europë, brenda në Komisionin Evropian, janë zhvilluar diskutime shumë të veçanta për Edi Ramën. E vërteta, desada mund të them se muaj para këtyre shpërthimit të tyre skandaleve, qeverit e mëdha patën filluar me ekspert studimin e tij. Por shpërthimi i këtyre skandaleve, qëndrimi e Edi Ramës ndaj tyre, dhe veçarisht them timi atë që është dosja e Akshit, ku tregon se ai që ne qunim koordinator kombëtar për bandat, Ergys Agasi, ishte vetë Edi Rama në të gjithë aktivitetin e tij, i faktuar nga dëshmitar që dinin gjithçka për Akshin, dhe ju siguroj që këto që dim ne sot, do t'ja u them shqiptarëve, burime që din të gjitha na kanë thënë se këto që dim sot janë vetëm një pjesë. Janë vetëm një pjesë e tyre. Kështu që të gjitha këto kanë bërë që disa kancelari, por edhe vetë Komisioni Evropian, do t'jemi, ta marrin në mënyrën më serioze këtë qëndrim, këtë grush shteti që Edi Rama përpiqet të bëjë. Ta marrin në mënyrë të tillë serioze, sa që në opsionet që kanë përpunuar edhe opsionin e pandëgjuar ndonjëherë në historinë e Bashkimit Evropian, të zhbërjes së plot të procesit të integrimit të Shqipërisë. E di ç'do thotë zhbërje plot? Do thotë anullim i të gjitha marrëveshjeve, vizave, stabilizim asociimit, pranimit kërkesë për anëtarësim, statusin e kandidatit, do të thotë rikthim në Shqipërisë, ku ishte në vitin 96. Se në vitin 96 Shqipëria u përfol si kandidate e mundshme për marrëveshje stabilizim asociimit, sepse ishte në atë kohë Ballkanin e shqyrtonin në kuadrin e ish Jugosllavisë, e shkputën Shqipërinë dhe e lanë në atë fazë, po as u hapën negociata asgjë, do të them, po. Pra, do të thotë që zhbërja e plot do të thotë që Bashkimi Evropian të anullojë çdo lloj marrëveshje me Shqipërinë. Dhe mundet edhe atë të tregtisë lirë që është firmosur në vitin 92-93 tani. Po. Aured, doktor, përshëndetje. Pa e hequr vëmendjen tek çështja Balluku, si e shikoni emërimin e ish deputetit Partisë Demokratike Dashnor Sula në postin e kryeinspektorit të përgjithshëm? Unë në radhë parë shpreh mirëkuptimin tim të plot për indinjatën tuaj. Dhe do të them një gjë këtu. E kam menduar shpesh herë këto kohë. Në qoftë se tradhtia ndaj atë dheut quhet tradhti e lartë, edhe tradhtia ndaj idealeve më të shenjta të demokracisë
nuk kapset mos quhet tradhti e lartë. Është absolutisht e njëjta gjë në doktrinë. Të tradhtosh ti ata të cilët burra dhe gra fisnik kanë 12 vjet që s'të kthejnë shpinën, por të mbështesin me gjithë gabimet që mund të kesh bërë, me gjitha tjerat, por të mbështesin si dritë, si shpresë për ta. Dhe të dalish në kohën më të zezë të Edi Ramës, e të kapish flamurin e Edi Ramës, ke krye aktin më të lartë të tradhtisë. Por nga ana tjetër, ju garantoj se Partia Demokratike, me largimin, dhe unë në rast se keni vure në diskutimet e mia, në mënyrë të përsëritur kam ngrit që ne duhet të ndahemi nga këta njerëz. Kam arrit në një përfundim. Pse, do thoni ju? Kam konstatuar se një nga drejtimet më themelore të Edi Ramës ka qenë korruptimi i eksponentëve të opozitës. Një veprimtari e ulët, një veprimtari e turpshme, kriminale, kur një qeveri përdor mjet të saj për të ble, për të korruptuar, përfaqësues të opozitës, vetëm në funksion të pushtetit vetë. Ndaj dhe ne çfarë shtyu atë në një moment kaq kritik të gjindet e Edi Ramës në krah? E kuptoni vetë ju se ç'molle kalbur ka qenë ai. Çfarë shtyn? E thash dhe para ca ditësh, doktorin 32 vjet mjek, thot jam antar PD-je, të dalë në krah të Saljanit të krimit të bandave dhe të thot se unë tani të përcjell mesazhet e Subashit, i cili në pallatin e tij ka vendos keshi. Nuk humbasim nga këta. Përkundazi. Ju them ju që ne do ndahemi me këta. Ne nuk duam më kur në gjirin tonë shërbëtorët e Edi Ramës. Po i gjë, këta dallojnë nga ata që e kanë ndjek nga partia vetë. Këta tradhtin, këta gëlltisin tradhtin, jo ndaj meje, s'ka lidhje me farë, ndaj teje në radhë parë, si qytetar që ke besuar, që i ke ndjekur, dhe del tani në ditën më të zezë kur po i dridhen kamp, shko dhe i bësh pateric. Kjo është histori turpi.